unë e shoh si një përpjekje të Ramës për të përdorur ky është momenti i fundit i tij, që ai po përpiqet të shmanget këtyre problemeve me cilat po haset, jo pak po këto 13 vitet e fundit. Dhe duke qenë se ajo ka kuptuar që ky është momenti i fundit, u përpoq nëpërmjet mbështetjes së Tony Blairit edhe këtyre. Është një vend, roli i Shqipërisë është një rol modest. Qartë, zoti Demiraj, në fakt, duke u ndalur dhe pak tek elementi në vetvete i bordit të paqes, sigurisht për një rend të ri global, keni folur dhe ju, jemi ndalur gjerësisht për gjatë këtyre muajve dhe të gjithë jemi ndërgjegjshëm se shumë gjëra kanë ndryshuar dhe nuk vlen më të bëhet kjo pyetje. Por në vetvete, çfarë sjell ndërtimi ose krijimi i bordit të paqes tek ky rend i ri global që po, ose kjo mënyrë e re e funksionimit që po krijohet? Keni plotësisht të drejtë, kemi hyrë në një fazë të re ku rendi i vjetër botëror nuk ekziston më. Këta kemi parë për gjatë këtyre 2-3 konflikteve të fundit, por në mënyrë të veçantë të rend e grisi Vladimir Putini me pushtimin e Ukrainës dhe pastaj konflikti i Izraelit, sulmi ndaj rrëmbimi i Madurës, por edhe këto konfliktet e tjera të cilat janë të ndezura, të cilat besoj që në ditët në vijim mund të kemi edhe një ndërhyrje në Iran, të gjitha janë përpjekje për ta riformatuar botën dhe pa diskutim që bordi i paqes është një sfidë që presidenti Trump i bën gjithë botës duke treguar që tani ky rend botëror i përcaktuar mas përfundimit të luftës së dytë botërore në 45-ën nuk ekziston më dhe jemi në një rend të ri botëror ku komandanti i këtij rendi të ri botëror, ai që përcakton të gjithë të ardhmen e saj, ja mund dhe do duhet uleni me mua, bisedoni me mua, të kontaktoni dhe të ndajmë gjërat kryesore. A është kjo një sfidë në fakt, në një mënyrë ose në tjetër, ndaj Organizatës Kombeve të Bashkuara? Po ngrihet kjo pyetje, lidhur me mënyrën se si mund të funksionojë njëra dhe tjetra tani. Të jemi sinqert me ju, unë mendoj që edhe misioni i OKB-s, për cilën ky organizëm shumë i rëndësishëm global është ngritur, ka rënë tashmë prej 4-5 vitesh. Asnjë nga ligjet ndërkombëtare nuk zbatohen dhe pa diskutim kemi hyrë në një fazë të re ku kryetari i bordit paqes fatmirësisht do të jetë presidenti Trump dhe që nga ky moment që po flasim tani, të gjitha ngjarjet që do të ndodhin apo zgjidhja e këtyre çështjeve globale do të ketë si kryefjalë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Trump. Po, por ajo që duket është që nis me lindjen e mesme, sepse u desh pikërisht ky moment i Gazës, krijoi ky bord i ri i paqes, ndërkohë përgjatë kësaj periudhe po diskutohet Grenlanda.